Sara Hoxha thyen heshtjen, flet për Ledrin dhe thashë themet me Gjensilën. Sara Hoxha ka folur për herë të parë pas ndarjes me Ledrin në emisionin Goca dhe Gra. Marrëdhënia jon është thjesht prindërore. Gjëja më e rëndësishme për ne është poj, u shpreh Sara, duke theksuar se ruajnë komunikim të mirë për hir të vajzës. Por kur u pyet për thashëthemet që lidhin Ledrin me Gjensila Myrtezajn, Sara zgjodhi të mos jap komente. Ai ka të drejtën të jetë i lumtur dhe unë ja uroj këtë, u shpreh ajo me diplomaci. Një deklaratë e qartë që mbyll gojet e të gjithë kurreshtarëve. Poj feston ditëlindjen në dhjetor dhe jemi kurreshtar të dimë se kush do të marrë pjesë në festë. Ndërkohë, fansat presin me kuriozitet të shohin nëse këto zëra do të marrin një konfirmim zyrtar. Qëndroni me ne për çdo përditësim të ri.